nëse je ndjekës i Jezusit, këndvështrimi do të ndryshonte. Ti nuk punon më për dikë i cili është mbi ty. Në pronar që kanë pasuri, njerëzit nuk janë prona e tyre. Në fakt, Pali thotë, të dyja grupet duhet të punojnë jo për njëri tjetrin, por duhet të punojnë si për Zotin. Drejtësi do të shpaguhet për padrejtësinë që bëri, dhe Perëndia nuk manon. Nuk mund të pretendosh je ndjekës i Jezusit dhe mund të vjedhësh, ose mund të shfrytëzosh postin, ose mund të trajtosh ata që punojnë për ty në një mënyrë të padrejtë. Zoti është aty, Zoti nuk është i anshëm dhe do t'i shpërblej njerëzit në përputhje me motivet dhe me mënyrën se si kanë punuar. Pavarësisht pozicionit. Pavarësisht pozicionit. Përshëndetje, mirë se erdhët në Albania Digital Connection, podcasti ku ndalojmë, reflektojmë dhe kërkojmë ta shohim realitetin përmes lentes së vërtetës. Unë jam Vasi dhe bashkë me Afrimin njëftojmë të bashkojmë një hapësirë të qetë, të sinqertë dhe reale, ku do flasim e diskutojmë për tema që na prekin, na sfidojnë dhe na formsojnë ne si persona, na formsojnë karakterin, patjetër na formsojnë edhe bindjet për besimin. Përshëndetje miq të Albania Digital Connection, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit tonë. Tema për cilën do flasim sot ka të bëjë me favorizimin, të qenit i favorizuar ose jo, ose ndryshe me dallimin. Në kulturën tonë të përditshme, duke sikur është më se normale që të bëjnë favorizime dhe dallime midis njerëzve. Për shembull, kjo vjetre që nga drejtuesit tanë qeveritarët në mënyrën se si ata bëjnë aleanca për çështjet e tyre dhe shtrihet pastaj deri tek njerëzit normal, që edhe këtu është mjaft e dukshme nga mënyra se si ata zgjedhin për të pasur dikë më afër ose për të bashkëpunuar me dikë ose për të mos bashkëpunuar me dikë. Por mënyra se si ne do e shohim sot këtë temë do jetë e fokusuar më shumë tek se si e shikon Bibla, edhe ai trajton Zoti njerëzit, ai trajton Zoti njerëzit kështu, a bën Zoti dallime në mënyrën se si trajton njerëzit, a ka Zoti favorizime, dikë e favorizon më shumë edhe dikë jo. Si gjithmonë edhe në këtë podcast do jem bashkë me Afrimin, edhe unë shpresoj që do kënaqeni, do e shihoni, do mësoni gjëra të reja për këtë temë që është interesante, por edhe e rëndësishme sepse ndikon edhe marrëdhëniet tona, Afrim, si mendon ti? Ndikon në marrëdhëniet tona të përditshme, ndikon për shembull, ndikon drejtuesit në mënyrën se si bashkëpunojnë me njëri tjetrin, po ndikon edhe ata që janë punëtorë të thjeshtë, nga mënyra se si ata trajtohen nga autoriteti. Po, patjetër, është diskutim i vazhdueshëm, e di që diskutohet shpesh në kontekstin e korrupsionit. Desha të shkojmë në një nivel pak më thellë, se si duket edhe nga këndvështrimi i besimit, sepse aty është baza e mënyrës se si duhet i trajtojmë njerëzit, por dukshëm është një problem në shoqërinë tonë, sepse njerëzit vihen në piedestale që nuk ju takojnë. Edhe si rezultat pastaj kemi problemet që kemi, nuk e di pse çuditemi, po në përgjithësi mendoj që është çështje shumë e madhe në kulturën tonë, e cila duhet adresuar. Po është e vërtet, në fakt jam dakord që është çështje e madhe se kjo vërehet në të gjitha shtresat e shoqërisë dhe në të gjitha aspektet, domethënë që në kopësht, tek fëmijët, në shkollë, mënyra se si profesorët, mësuesit zgjedhin që një fëmijë ta favorizojnë më shumë për X arsye dhe një tjetër më pak, kështu që është temë shumë e rëndësishme. Po siç e përmendëm, ne do fokusohemi më shumë se si Bibla e trajton, edhe për ta adresuar më mirë këtë temë, neve do fokusohemi te disa pasazhe nga Bibla, të cilat do përpiqemi që t'i japim një shpjegim edhe të nxjerrim një parim në lidhje me këtë temë. Pasazhi i parë është Veprat 10, vargjet 34-35, thonë se Perëndia nuk bën dallime. Tani çfarë do të thotë kjo? Kur aty është shumë e qartë, Perëndia nuk bën dallime, dhe çfarë do thotë kjo dhe si mund ta ndryshojë kjo mënyrën se si shikojmë ne njerëz që janë nga kultura ose prej ardhje të ndryshme. Po të vësh re të gjitha pasazhet njëra pas tjetrës, do të shikojmë disa sot, konteksti në fakt është shumë i rëndësishëm. Por ka një element që është i përbashkët. Në të gjitha këto pasazhe theksohet ideja që Perëndia nuk man anësi, nuk man anën e askujt, Perëndia është i drejtë. Kështu që si fillim besoj që është mirë ta theksojmë që Zoti e ka në karakteristikat e tij të qenit i paanshëm. Se çfarë do thotë kjo, le të shikojmë pasazhet hap pas hapi. Për shembull, veprat që përmende, në kontekst kisha e asaj kohe, ndjekësit e Jezusit, ishte vetëm një grup i vogël mes hebrejve, mes judejve.
Në fakt kishte pasur shenja edhe më përpara që Zoti donte edhe kombësi të tjera, sepse kemi her pas here romak për shembull, të cilët Jezusi i trajton me shumë dashamirësi dhe ata gjithashtu i përgjigjen me besim Jezusit. Por në këtë kontekst duhet që Zoti të ndërhyjë tek apostujt, drejtuesit e parë të kishës, përmes ëndrave, përmes begimeve, përmes një historie, përmes një shërimi, që ata të kuptojnë që në fakt romakët janë gjithashtu populli i zgjedhur i Perëndisë. Deri atëherë kishin funksionuar pak me mentalitetin që hebrejt janë populli i zgjedhur i Perëndisë. Me fjalë të tjera, Zoti i do të gjithë njerëzit, por Zoti ka zgjedhur një grup njerëzish që e do pak më shumë. Dhe në atë kontekstin e se si Zoti po i mësonte Pietrit diçka të re, Pietri pastaj arrin në konkluzionin që në fakt me të vërtetë Zoti nuk mban anën e askujt, dhe pastaj thot, kushdo që e druan Perëndin dhe bën atë që është e drejtë nga çdo kom qoftë, gjen pëlqim tek ai. Me fjalë të tjera, kriteri i pëlqimit përpara Zotit nuk është më kombësia, si rezultat nuk është as ngjyra e lëkurës, nuk është as pamja e jashtme. I vetmi kriter është nëse ne jemi gati të përgjigjemi Zotit me besim gjithashtu. Dhe kjo patjetër do të ndikonte mënyrën se si shikojmë njerëzit. Edhe në Shqipëri kemi pasur her pas here diskutime, sidomos në këtë idenë që kemi njerëz nga jashtë që po vinë të punojmë në Shqipëri ose të jenë tranzit për të shkuar në Evropë. Kemi her pas here diskutime që ndonjëherë duken thjesht diskutime të sinqerta. Ne duam të ruajmë Shqipërinë, kombin shqiptar, racën tonë, nuk e di, por në fakt nga themeli biblik janë shumë problematikë. Edhe nxjerrin në pakt. Nxjerrin Këto pikërisht në frymën e anësisë. Fiks. Në një farë kuptimi është sikur ne jemi në një nivel tjetër në raport me kombet e tjera dhe Zoti na mban ne me hatër ose na do. Dhe kjo fatkeqësisht është e vërtetë edhe mes atyre që e besojnë Zotin siç e besojmë unë edhe ti, sepse nuk do me thënë me patjetër që i beson Zotit dhe i ke të gjitha gjërat e tjera në rregull. Më duket kjo është një nga problemet që duhet theksuar. Ne duhet të kemi të njëjtën kriter vlerësimi për njerëzit siç e ka Zoti. Kushdo që reagon ndaj atij me besim, është i pëlqyer prej Zotit. Nuk ka rëndësi raca, nuk ka rëndësi kultura, nuk ka rëndësi mënyra e tyre të jetuarit, pra shkosa nuk është imorale dhe në kundërshtim me parimet e Perëndisë. Zoti i do të gjithë dhe nuk kemi pse të mbajmë edhe ne anësi. Një pasazh tjetër është tek Romakëve 2:11 thotë se Perëndia nuk bën favorizime. Tani si ndikon kjo në mënyrën se si ne e kuptojmë gjykimin dhe drejtsinë e Perëndisë? Pra aty është qartë, Perëndia nuk bën favorizime, po si na ndikon kjo ne ose si ndikon kjo qëndrimin edhe mënyrën tonë? E njëjta ide është shprehur edhe tek Romakët. Romakët është një libër i gjatë i cili duhet lexuar shumë në kontekst, por në kapitullin 2 ku Pali thekson këtë frazë, është prapë në kontekstin që Zoti do të gjykojë të gjithë botën dhe ai nuk do të mbajë anësi. Nëse ti ke jetuar në një mënyrë që nuk është në përputhje me mësimet e tij, do të gjykohesh. Nuk ka asnjë mënyrë për të shpëtuar gjykimin e Perëndisë. Fa kjo është pika kryesore e kapitullit 2. Nuk ka një mënyrë për të shpëtuar gjykimin e Perëndisë. Disa mendojnë që në qoftë se ata janë nga ana fetare të rregullt dhe kryen rite fetare, atëherë Zoti do thotë ti ke shumë probleme, po unë për shkak se ti ke një lloj përkushtimi ndaj meje, unë do të mbaj anësi. Në kontekstin e nevojës për të gjetur vetë drejtsinë tonë dhe për të mos u mbështetur tek Zoti, disa njerëz thonë që po të bëj të vepra të mira, po të jem shumë fetar, po të kem dhënë para për të varfrit, bëj disa prej këtyre veprave, atëherë Zoti do të më mbaj mua me hatër për shkak të gjërave që bëj unë. Në fakt, pikërisht ky është mësimi atje. Zoti thotë, Pali e thekson shumë idenë që nëse ne nuk jemi 100% të pastër përpara Perëndisë, atëherë ai do të gjykojë të gjithë, edhe të gjithë do të përjetojnë drejtsinë e Perëndisë. Nuk ka asnjë që do të jetë i mbajtur me hatër për shkak të sa gjërave që bëjnë. Tani, më mbrapa letra e Romakëve na e thotë si të mban Zoti me hatër. Edhe nuk është asnjë prej këtyre karakteristikave tona, ose kulturore, ose aspektet tona, ose mirësia jonë, ose veprat tona. Është thjesht të pranosh dhuratën e besimit dhe atëherë ai do të mbajë me hatër, por do të komunikojë me ty në një mënyrë tjetër. Por nuk janë cilësitë tona që e bëjnë Zotin të veprojë me anësi. Po, lidhet me vendimin që ne marrim për të besuar apo jo Perëndisë. Po.
Një pasazh tjetër që do shohim, në fakt janë dy pasazhe, është Efesianëve 9:6 dhe Kolosianëve 3:25. Në këtë pasazh flitet për marrëdhëniet mes pronarëve dhe punëtorëve, pak a shumë autoritetit të tyre si pronarë dhe njerëzve që janë nën autoritetin e tyre, që i bie që janë punëtorët, me fjalë thjeshta. Tani, çfarë parimi mund të nxjerrim ne për udhësinë dhe autoritetin dhe për mënyrën se si trajtojmë njerëzit që janë nën autoritetin ose nën përgjegjësinë tonë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme në kulturën tonë, që ka një disnivel shumë të madh ose ka një ndek shumë të madh me pronarëve dhe punëtorëve. Në fakt, këto pasazhe janë interesante për temën, sepse këto janë në të dyja letrat që përmende, janë porosi shumë praktike dhe specifike për njerëzit që ishin ndjekës të Jezusit dhe jetonin bashkë në komunitetet e kishave të tyre. Nuk kishin shumë histori, sepse nuk janë shumë larg kohës kur Jezusi ka ardhur në tokë, ka vdekur në kryqe dhe pastaj është larguar. Kështu që në këtë kontekst, Pali kisha disa porosi për ta se si të jetojnë në komunitet. Ka porosi për bashkëshortet, ka porosi për fëmijët, edhe kjo është seksioni që flet për porosit mes atyre që ishin pronarë dhe njerëzve që punonin për ta. Edhe porosia është shumë e qartë. Për të dyja palët, në fakt, këndvështrimi, nëse je ndjekës i Jezusit, këndvështrimi do të ndryshonte. Ti nuk punon më për dikë i cili është mbi ty. Dhe edhe ata që janë pronarë, që kanë pasuri, njerëzit nuk janë prona e tyre. Në fakt, Pali thot, të dyja grupet duhet të punojnë jo për njëri tjetrin, por duhet të punojnë si për Zotin. Dhe Zoti do të gjykojë veprimet e tyre. Dhe Zoti nuk do të mbaj anë, as për njërën anë, as për anën tjetër. Në fund të atij pasazhi thot, ai që bën padrejtësi do të shpaguhet për padrejtësinë që bëri, dhe Perëndia nuk man anë. Pavarësisht se ti je në pozita të ndryshme nga dikush tjetër, kjo nuk do thot me patjetër që ti ke të drejtë ti trajtosh ata në një mënyrë që i ul, i përçmon, o nuk i vlerëson si duhet. Dhe kundërta, ti je duke punuar në atë kontekst, ke zgjedhur të punosh në firmën o në kompaninë e dikujt, por mënyra se si ti e ushtron atë, nëse je ndjekës i Jezusit, është sikur po punon për Zotin, nuk duhet të vjedhësh, nuk duhet të mashtrosh. Ajo që kuptoj unë edhe për kontekstin ton kulturor së pari është, nuk mund të pretendosh je ndjekës i Jezusit dhe mund të vjedhësh, ose mund të shfrytëzosh postin, ose mund të trajtosh ata që punojnë për ty në një mënyrë të padrejtë. Sepse sipas këtij parimi, sipas këtij pasazhi, Perëndia do të të gjykojë ty pavarësisht se ti mund të mendosh nga konteksti kulturor që ti ke të drejtë të trajtosh njerëzit ashtu. Janë punëtorët e tu, mund t'i paguash kur të duash, nuk ka problem. Janë punëtorët e tu, mund ta teprosh në orarin e punës edhe prapë të bësh sikur i ke paguar, por nuk i ke paguar. Janë punëtorët e tu dhe mund t'i trajtosh në mënyrë të padrejtë, ose kundërta. Unë jam thjesht punëtor, punë e madhe se nuk e bëj punën siç duhet. Sipas këtij pasazhi, Zoti është aty, Zoti nuk është i anshëm dhe do t'i shpërblej njerëzit në përputhje me motivet dhe me mënyrën se si kanë punuar. Pavarësisht pozicionit. Në fakt, nëse janë ndjekës të Jezusit, pozicioni nuk do t'i shpëtojë nga gjykimi i Zotit, sepse Zoti nuk i shikon ashtu. Thjesht nuk i shikon si ata që janë pronar janë i shtresë më e lartë dhe ata punëtorët janë i shtresë më e ulët. Zoti nuk i shikon kështu. I shikon të dy të barabartë në raport me Zotin dhe ata do duhet të bëjnë pjesën tyre të punës njësoj sikur po e bëjnë për Zotin dhe jo për njëri tjetrin. Po, e vërtet në fakt. Shumë faleminderit Afrim që e sqarove se kjo duket që është një element që ndikon shumë në kulturën tonë, qoftë për sa i përket pronarëve, qoftë edhe të punësuarve. Unë e kam asur shpesh, kam dëgjuar shpesh që ka një përplasje të madhe mes tyre dy roleve, por është e rëndësishme të kuptojmë që përpara Zotit ne jemi të barabartë dhe e rëndësishme është që gjithë secili ta bëjë mirë punën e tij, përgjegjësinë e tij që në fakt ka ardhur prej Perëndisë, se nuk është që për ne që besojmë në Zotin, ne mendojmë që Zoti ka një plan dhe ne mendojmë që çdo gjë që kemi arritur, qoftë në raport me një pronari, është prej Zotit, por qoftë edhe në një raport si një person i punësuar, është edhe kjo një dhuratë, një bekim prej Zotit për të punuar aty, kështu që është e rëndësishme. Një varg tjetër është te 1 Timoteu 5:21 që
Zoti këtu na paralajmëron për të mos bërë favorizime, për të mos mbajtur anësi ose për të mos bërë dallime. Një pasazh tjetër që është 1 Timoteu 5:21 na paralajmëron që të mos veprojmë me favorizime. Më thënë, në këtë pasazh Zoti ka thënë qartë që mos bëni favorizime, mos bëni anësi, mos bëni dallime. Të njëjtën gjë në fakt e para ajo që kemi theksuar, që prap cilësohet ose vihet në dukje një cilësi e Zotit, e cila thot atë që kemi përmendur, që ai nuk ka anësi. Si rezultat, ne duhet të përpiqemi të jetojmë me të njëjtat parime dhe ne nuk duhet kemi anësi. Në kontekstin e vargut tek Timoteu, në fakt po flitet për nevojën për të qortuar njerëz që janë në autoritet. Ne folëm pak edhe tek podcasti për ungjillorët, se çfarë do të thotë kjo për ungjillorët, në kuptimin që edhe mes ungjillorëve, kushdo që është në autoritet, nëse ka shkelur parimet e Jezusit, e ka humbur autoritetin dhe është i skualifikuar, dhe si rezultat duhet vënë në dukje, komuniteti duhet ta vërë në dukje. Është njëti parim shprehur këtu. Pali ka shkruar Timoteut kur i thot nëse ka udhëheqës ose pleq ose drejtues me shius, të cilët kanë bërë gjëra që s'duhen bërë, ti duhet t'i marrësh në shqyrtim këto akuza për ta. Nuk është një proces i lehtë, nuk është një proces që bëhet vetëm me dikush flet për dikë dhe kaq mbaroi biseda. Në fakt ai thot duhet t'i marrësh në shqyrtim këto akuza, por pastaj e mbyll atë pjesë të porosisë duke thënë që ata që kanë mëkatuar duhen qortuar përpara të gjithëve. Ka edhe gjëra të tjera në pasazh që duhen theksuar. Po flasim për mëkat mes atyre që ndjekin Zotin. Kjo është e rëndësishme për të theksuar, sepse nëse ne jemi ndjekës të Jezusit dhe jemi duke shkelur parimet e Perëndis, duke kryer mëkat, Zoti nuk do të mbajë anësi. Kam përshtypjen në herë që edhe ne mes ungjillorëve flasim edhe bëjmë sikur ne jemi dy grupe njerëzish. Jemi të pastrit, domethënë ne që ndjekim Jezusin, dhe bota që nuk është e pastër. Në një kuptim ka arsye për të theksuar diferencën. Por në kuptimin e shkeljes së ligjeve të Zotit edhe mëkatit, ky pasazh thekson edhe një ide që Zoti në fakt nuk do të mbajë anësi. Nëse ka mëkat mes atyre që janë ndjekës të Jezusit, ato do të gjykohen për mëkatin, gjithsesi. Nuk jemi grupi privilegjuar, ose Zoti do të thoshte, këta janë të mit, sepse këta më besojnë mua dhe unë do t'i trajtoj këta me anësi. Mendoj që është rëndësishme për të theksuar që edhe mes nesh, nëse nuk bëjmë gjëra që Zoti do, porosia është të bëjmë të njëjtën gjë që do bënte Jezusi me ne, të mund të qortojmë njerëzit mes nesh të cilët kryejnë gjëra që s'duhen kryer. Kjo është themeli i bisedës. Edhe nuk është se na përket ne ose si të thuash, është në dorën tonë për të marrë vendime për këta njerëz që nuk i përkasin komunitetit ose grupit tonë. Jo, patjetër. Nëse ne nuk do të zbatonim këtë standard, pastaj do kalonim në anën tjetër të bisedës, që është të mbash anë ose të trajtosh njerëzit me favoritizëm. Dhe kjo pastaj do të thotë që baza e gjykimit nuk është më Jezusi dhe mësimet biblik, po jemi ne. Dhe unë mund të mbaj me anë dikë me të cilin kam një lidhje më të fortë ose kam një interes. Me çfarë baze do të mbajmë anësi? Nëse një nga vëllezërit ose motrat e mia në komunitetin ungjillor ka kryer një mëkat, ose do ta trajtoj mëkatin siç e trajton Bibla, dhe do të shkosh ti thuash vllajt ose motrës që do t'i thuash, nuk është vetëm t'i thuash, po do ta trajtosh situatën duke adresuar problemin, dhe do t'i thuash vllajt ose motrës që kjo mënyrë të jetuari nuk është në përputhje me mësimet biblike, ose do ta trajtosh me anësi. Në këtë rast do thuash e dua shumë të personin, kështu që s'po i flas. Ose un kam një interes me këtë personin, kështu s'po e vë në dukje. Ose un mund të humbas punën nëse është drejtuesi im dhe un nuk po flas sepse mund të humbas punën. Ose është nga familja ime dhe këta që janë nga familja ime duhet t'i trajtoj më mirë se sa ungjillorët e tjerë që s'janë nga familja ime e gjakut. Domethënë, të mbash anësi pastaj është një nga këto gjëra që theksuam që në fillim për kulturën shqiptare. Ne i dallojmë kur janë probleme në qeveri ose në sistemin tonë të udhëheqjes. Mendoj që është njëti parimet e brenda nesh. Nuk duhet të mbajmë anësi vetëm sepse un kam interes me dikë. Po, dhe në fakt kjo ishte ajo që unë doja që të ndaleshim edhe ju e theksuar që edhe në pak a shumë në përditshmërinë tonë se
Ne po flasim duke bazuar në pasazhet e Biblës, ne jemi duke folur më shumë në nivel teorik, por që ta shikonim pak më shumë në nivel praktik. Edhe ju e filluat duke treguar pak se si mund ta shohim në nivel praktik, duke nisur që nga familja, puna, kisha, marrëdhëniet dhe miqësia me njëri tjetrin që kemi. Edhe që mund të jetë pastaj këtu futen në lojë interesa, domethënë interesat tona, njëri ndoshta që na pëlqen më shumë për të punuar bashkë, për të mos punuar, për të ndenjur, për të kaluar kohë me njëri tjetrin ose jo. Por çfarë vëmë re ne në realitetin tonë në kishë ose mes besimtarëve për këtë temë dhe që e preke pak, po cilat janë disa hapa praktik që do na ndihmojnë për ta adresuar këtë problem. Tjetës e preke pak se si ndoshta në përditshmëri, po çfarë do na ndihmonte praktikisht? Mendoj se pari nëse ndryshojmë pikpamjen për temën edhe pikpamjen për Zotin, edhe jo pikpamjen, por nëse ndryshojmë këtë qasjen që kemi ndaj vetes, ndaj të tjerëve dhe ndaj Zotit, edhe të shkojmë tek qasja që Zoti ka për situatën, do ishte hapi parë. Duhet të kuptojmë këtë. Zoti nuk mban anësi në bazë të kritereve të përzgjedhjes tonë. Vetëm sepse ne na pëlqen dikush, ose na duket më i mirë, ose kemi interes, kjo nuk të thotë që Zoti vepron në të njëjtën mënyrë. Kështu që ne duhet i përqasemi realitetit me pikpamjen e Zotit. Tani, kjo nuk do thotë që të gjithë njerëzit janë njësoj. Nga këndvështrimi biblik, një mendim që është shumë i dukshëm, po e shpreh që mendoj që ndihmon, është Zoti ju ka dhënë njerëzve aftësi dhe dhunti të ndryshme. Kështu që duhet i trajtojmë njerëzit duke vënë në dukje aftësinë dhe dhuntinë që kanë. Për shembull, ne nuk do të trajtojmë një njeri me favoritizëm vetëm sepse ka më shumë para. Por do duhet ta vëmë në dukje që disa prej këtyre njerëzve që kanë më shumë para, po flas për ata që kanë punuar me ndershmëri dhe janë të Zot për të bërë biznes, ju duhet gjetur vendi këtyre njerëzve që të funksionojnë brenda komunitetit tonë në aftësitë që kanë. Ata kanë aftësi për të bërë para dhe biznes, Zoti ka për të përdorur aftësitë e tyre dhe biznesin e tyre dhe paratë e tyre për të kontribuar për komunitetin. Kështu që duhet i vlerësojmë për këtë, por nuk ka nevojë të vendosim në një pozitë më të favorshme në krahasim me njerëz të tjerë që nuk e kanë këtë aftësi. Mund të kemi njerëz të varfër në kishë që kanë aftësi të mira, të tjera shumë të mira, të cilët duhen theksuar gjithashtu. Tek një letër tjetër në Bibël, autori i tekstit i letrës thotë që ai kishte vënë re që në kishat e asaj kohe, disa vjeshin në vendet e para të nderit vetëm sepse ishin më të pasur. Në komunitetin e krishterë nuk vlerësohen njerëzit për të vënë në vend të nderit vetëm sepse kanë një dhunti ose aftësi më të madhe se sa të tjerët. Është komunitet ku jemi të gjithë të barabartë përpara Zotit. Por dhuntitë e tyre duhen vlerësuar. Mund të kesh fëmijë që kanë një aftësi të theksuar, dhunti nga Zoti, ajo duhet lavdruar. Mund të kesh fëmijë që nuk e kanë një aftësi, edhe vetëm sepse ta kërkon kultura, nuk ka nevojë ta theksosh, duke i thënë fëmijës që ti je i përsosur në çdo fushë. Ose meqense janë fëmijët e mi, ata janë më të mirë se çdo kush tjetër. Meqense nuk janë fëmijët e mi, atëherë duhen lënë më një anë, sepse brenda komunitetit e krishterë dhe brenda parimeve biblike, duhet jemi gati të theksojmë dhuntitë e ca njerëzve dhe gjithashtu duhet jemi gati të korrigjojmë gjëra që nuk duhen vënë në dukje. Dhe secili merr vlerësimin e vet, meritën e vet. Çdo gjë tjetër pastaj del në anën e të mbajturit favore, vetëm sepse ne kemi një karakteristikë, të mbaj ata që kam afër do të mbaj të tjerë që si pëlqej larg, edhe do të ndryshojë gjykimi. Mendoj si hap praktik, mendoj që do ishte të vëmë re dhuntitë e gjithsecilit, të vlerësojmë dhuntitë e gjithsecilit, t'i japim njerëzve role në përputhje me dhuntitë që kanë, edhe secili të kontribuojë si pjesë e trupit, edhe të jemi të përkorë në gjykim, edhe të mos vlerësojmë në bazë të përfitimit ton të momentit, ose interesit personal, ose vlerësimit personal. Edhe ajo që theksuam, edhe njerëzit në komunitetin e krishterë, edhe njerëzit që janë mbi ne, nëse nuk jetojnë në përputhje me mësimet e Perëndisë, duhen qortuar, duhen adresuar. Nuk mund të rrim pa folur vetëm sepse kemi frikë se mos humbasim rolin, ndikimin, interesat ose vendin tonë në atë komunitet, vetëm sepse nuk kemi guxim të themi dikujt një gjë që s'ka kryer siç duhet. E vërtet, në fakt. Faleminderit Afrim për gjithë pasazhet, parimet që ndave. Edhe unë shpresoj që
për njerëzit që po e dëgjojnë podcastin ton, po e shikojnë, këto do jenë ndihmë, por një gjë që do ndaloha pak është se në përditshmërinë tonë ndonjëherë shpesh herë ndodh që këto janë shumë të dukshme. Po ndonjëherë janë disa situata që vetëm i ndan vetëm një fije shumë e hollë nga njëra tjetra. Edhe ti gjithkohon u bazove te Bibla, por edhe në këtë rast ndoshta kur një fije e hollë na ndan për të kuptuar favorizimin nga të trajtuarit e dikujt ashtu si Zoti t'i pëlqen, ndoshta mënyra më e mirë për ta kuptuar se si duhet bërë është duke u fokusuar tek Bibla, te mësimet e Biblës. Edhe se ndoshta për disa mund të jetë edhe vështirë, për disa ndoshta është për shkak të personalitetit mund ta kenë të pamundur për të konfrontuar, ndoshta ose për të qortuar, ose për të korrigjuar dikë. Ndoshta një person që është në një pozitë drejtimi, por Bibla përveç se na mëson se çfarë është e mirë dhe çfarë jo, Bibla gjithashtu edhe na udhëzon se si ta bëjmë këtë. Do shihemi në podcastet e tjera, deri atëherë mirupafshim. Mirupafshim.